Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, paditi gazetën The New York Times, 4 prej gazetarëve të saj dhe shtëpinë botuese Penguin Random House, duke kërkuar dëmshpërblim prej të paktën $15 miliardë, me pretendimin se ka qenë viktime shpifjeve dhe se i është dëmtuar reputacioni. Padija e presidentit Trump në një gjykatë në Florida përfshin disa shkrime të New York Times, njëri prej të cilëve ishte editorial para zgjedhjeve presidenciale të 2024-s, që thoshte se ai nuk ishte i denj për postin më të lartë shtetëror, dhe një libër të publikuar nga shtëpia botuese Penguin me titullin Humbësi me fat, si është përdoroi Donald Trump pasurinë e të atit dhe krijoi iluzionin e suksesit. Të pandehurit kanë publikuar me keqdashje librin dhe artikujt, duke e ditur se këto botime ishin plot shtrembërime dhe fabrikime të pështira për presidentin Trump, thuhet në shkresën e dorëzuar në gjykatën e qarkut në Florida. Avokatët e Trump deklaruan se botimet kanë dëmtuar reputacionin personal dhe të bizneseve të Trump, duke shkaktuar dëm masiv ekonomik ndaj vlerës së markës së tij dhe dëme të konsiderueshme ndaj perspektivës së tij financiare. Në shkrimin e tij Trump akuzoi gazetën se ka gënjur për familjen e tij dhe për bizneset e tij, si dhe për lëvizjet dhe ideologjitë e udhëhequra nga republikanët si America First Movement dhe Make America Great Again. Më herët këtë vit ai paditi gazetën The Wall Street Journal dhe botuesit e saj, përfshirë Rupert Murdoch, që e ka gazetën në pronësi, duke kërkuar dëmshpërblim prej të paktën $10 miliardë për shkak të raportimit se emri i tij ishte në një urim ditëlindje për abuzuesin seksual Jeffrey Epstein në vitin 2003.